Jenon? Po, e 6 fëmijëve. E 6 fëmijëve. Martum, vajzat. Të gjithë. E bërë dhe gjyshe, vjehe. Po, po. Jëm di mirë, veç bashorti shumë herët ka vdek, kam hek pak keq me i rritë fëmijën, e pak pa to ma zor, po. Më ngon shumë. Pa i bo 50 vjetë ka vdek. E vështirë shumë, e vështirë, po. Jemi mësu nga shqiptarët jena të forta. 18 vite kom pas vetëm martes, po mjafton se jemi... Për gruan. Pyetja për gruan, mas mirë ti vetë gruaje. Si je? Si po kalon? Mirë. Apo lodhesh? Pa pak. E shëndet mirë kemi? Mirë dukesh? Mirë, bazë moshës mirë. Super dukesh. Prej kajt përna vjen? PS. Prej 50 bukur. Po. Jenon? Po, e 6 fëmijëve. E 6 fëmijëve. Martum, vajzat. Të gjithë. E bërë dhe gjyshe, vjehe. Po, po. Kjo të qenurit gjyshe, vjehe për ty? Shumë lezet, shumë mirë. Knatësi, krenare. Si e përshkruan të qenurit të gjyshe, vjehe? Mirë, knatësi, në për veti. Jëm di mirë, veç bashorti shumë herët ka vdek, kam hek pak keq me i rritë fëmijën, e pak pa to ma zor, po. Më ngon shumë. Pa i bo 50 vjetë ka vdek. Po. Kjo sigurisht ala një barë të madhe, vetë grua, vetë burë tjesh. Tash jo në vë gjithë zote vetit, po punoj. Po që si ishte kjo periud, kur bashortit la? E vështirë shumë, e vështirë, po. Jemi mësu nga shqiptarët jena të forta. E di gratë shqiptarë janë forta shumë? Edhe fëmija më kanë bojë se kanë bojë shumë, janë rritë me edukat të mirë, nuk më kanë bu kur farë probleme, mirë deri ta shumë mirë, jam shumë e knaqme, faleminderit Allahut dhe... Pa çdo prindit mirë, është edhe një pyetje mirë, një fëmijë. Ajo jeni ju shtë? Është e vërtet, faleminderit. Një merit është edhe ju, ja. Faleminderit shumë. Po, me bashortin e djetë, kujtime i ruani sot? Që kujtoni ato kujtime që keni pasur? Sigurisht keni shumë kujtime. Që shjo, shumë kem pas. 18 vite kom pas vetëm martes, po mjafton se jemi do shumë ma herët, kemi kalu, kemi pas një jetë mirë, pa probleme. Kur u bo pak me ndi edhe ajle zet, a i shkoj. Ka qenë smundja kam. Realisht ka qenë. Sa e munduar afër i qëndrosh para vdekjes, në momentet të vështira të bashortit? Jo mundu, më kanë ndihmu dhe rrethi. Unë e kam dajtë shumë me ka pranë tina. Kom punu edhe, i fsha farmacis, teknike farmacis. Po të ndihmoj ke Allah. Nuk ma ka husht. Tash më ka shpërbly me të mirat të mive. Që është ma e mira. Ashtu. Unë e di që njerëz të fort dhe sprovojnë këtë bollë ku jetojmë. Ndoshta, që ashtu. Langoria ma net, bashorti. Dhe një porësi. Me i rritë fëmin. Me i rritë fëmin si din të ma mirë. Nuk është që më kalu shëqër kem pas një bazë të mirë, shpine kem pas shëqër. Shto që me të majmë kam ngu se krejt tjerat në regu kanë shku. Tash pak smundja më ka kopo. Po që dukesh kështu mirë, nuk i keq. Po mundohem, për votër fëmijëve. Mbas sfidave që ki kaluar, tërgoj me bashortin, me rritjen e fëmijëve, çka ke mësuar nga jeta? Qenë e fort. Ato që ata qenë Allahut, po doshe me bo e fort, mirë. Që e kanë gjithë njerëzve, gjithë grave që kanë pasur sfida si ju? Një mesazh, një këshill? Bëhen të forta se Allahut shpërblen dhe ta fal pak shëndet ma shumë. Ndihmon, to në sfidat më kanë ndihmu. Lutjet kanë ndihmu shumë. Me qenë të forta, mos mu dorëzu. Jeta po vazhdoj, kësë keq ka me bo. Shto është jeta. Uroj vetëm të mira ata që të jetën tuaj. Faleminderit shumë. Zoti, shëndet, faleminderit shumë për kohën. Shumë faleminderit.